Nisma me re e Ministrisë së Brendshme i është dedikuar të rinjve. Ajo përfshin të rinj nga mosha 14 deri 23 vjeç, të cilët mund të ofrojnë ide në dizenjimin e makinave të policisë së shtetit për të bërë kështu pjesëmarrës në konkursin Makina ime. Në kuadër të iniciativave që ka ndërmarrë Ministria e Punëve të Brendshme për bashkimin ose afrimin e komunitetit me policinë e shtetit, kjo është një nga aktivitetet e shumta që ndërmerren, ku qytetarë, punonjës policie ecin bashkë, i kujtojnë qytetarëve të tjerë që telefonojnë 129 për gjitha problemet ose situatat që kanë bëjnë me prishjen e rendit dhe sigurisë, dhe qëllimi është zbutja e figurës së punonjësve të policisë për të kujtuar që policinë që duam e ndërtojmë gjithë bashkë duke bashkëpunuar ditë pas dite. Këtyre gjimnazistëve megjithëse nuk kishin aplikuar ende në konkurs, kjo nismë një duket interesante. Jam shumë e lumtur që për të parë po bëhet ky bashkëpunim dhe policia që duam është në krah me qytetarët. Disa prej ideve që kanë ardhur deri tani si pjesë e këtij konkursi janë postuar dhe nga Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, duke i cilësuar këto vizatime jo si ngjyra, por si fuqi e ndryshimit për policinë që duam.